U rikëthujem sërish në studio, ku tani mon nuk jam vetëm, por ka ardhur edhe mysafirja e sotme. E më mua sot është një studente e zellshme punëtore, e cila studion në Austri. Pikërisht është Jeta Jashari. Përshëndetje Jeta dhe mirë se na erdhe në emision. Përshëndetje Medina, spari përshëndetje edhe shikuesit që na ndjekin dhe faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia është e jona Jeta të kemi sot ty këtu, po Jeta ti studion në Austri. E për gjithë ata që nuk e din, na trego diçka më shumë për studimet atje dhe drejtimin në cilën i vjon studimet. Okej, sa i përket pra Universitetit dhe rendit studimeve, do të thonë në dallimet bëhen në Maqedoni dhe në Austri, nuk kisha vetë personalisht mundësinë të njihem me sistemin e studimeve si shkon në Maqedoni, mirë po nga rrethi dhe shoqënia që kam këtu në Maqedoni, të cilët vetë po e përjetojnë jetën studentore mbrenda Maqedonisë, si Shkup, Tetov dhe në vende tjera, kam arritë të bëj disa dallime, domethënë se sa mund të ketë dallime që student, domethënë jashtë që studion dhe studentet të cilët po i ndjekin studimet këtu. Ka disa dallime, domethënë jo edhe shumë të mëdha, ndoshta mirë po tepër që kanë ndikim, edhe ku nuk mundet të bëhen dallime mes nxënësve për shkak se atje ka edhe shumë student të huaj, edhe kemi ID, numrin e kartën që gjithçka bëhet online dhe nuk mirret personalisht emri jon tjetër për studentët që janë vendas. Gjë që është e mirë, studimet i kanë të mundshme t'i bëjnë edhe pa pagesë, edhe njashtu edhe provimet, ku këtu edhe nëse dikush don të arrijë dhe ta ketë një diplomë në dorë, nuk do të kishte mundur nëse nuk do kishte mundësi për shkak se të ardhurat tona janë të vogla dhe nuk kemi mundësinë për vetë financim, pasi që edhe vendet e punës nuk janë në nivel dur. Jeta, po ti studion arkitekturë, më trego cilat janë vështirësitë të arkitekturës, më trego diçka më shumë karakteristikat e kësaj lëmie. Pasi që më vjen, shkova të studioj dhe atje flitet gjuha gjermane, 2 vitet e para kisha mora mundësinë, domethënë që ta mësoj gjuhën atje, dhe të njihem arkitekturën sa po kam filluar, se jam në semestrin e parë, se në fillim mirësha vetëm me gjuhën dhe aktivitetet ndryshme, dhe të njihem mirë me arkitekturën s'kam pasur mundësinë, por pasi që kam dëshirë për artin dhe për gjëra tjera, edhe disa mendime nga profesori i shkollës, mora drejtimin që të shkoj në arkitekturë, dhe janë disa pjesë të vizatimeve të mia këtu, ku kemi pasur në punim në universitet, që të bëjmë disa dalim domethënë me studentët dhe të bëjmë disa pjesë të Vjenës, pjesë të cilat na pëlqejnë dhe duhesh të tregojmë për çka kemi zgjedhur atë pjesë, çka na ka pëlqyer aty dhe këto gjëra. Për shkak se Vjena është një vend mjaft i arritshëm me arkitekturë dhe gjëra tjera. Ja po i shohim vizatimet tua, projektet cilat i ke bërë, vërtet janë. Kjo është një fotografi që është bërë nga lart dhe ka një perspektivë diçka dhe ka pas një lojë shumë mjaft mirë me ngjyrat e ndërtesave këtu, mirë po për shkak se vizatimet janë në bardhë dhe zezë, prandaj nuk mundet edhe të arrihet shijeta. Po gjitha janë të bukura me karakteristika të veçanta Jeta, si të shifet. Po kjo? Këtu është një ndërtesë ku e gjitha është e bërë brenda, domethënë ka zyre gjana, edhe është e ndërtuar e gjitha, domethënë është me dritare, dhe pasi më pëlqeu, domethënë këtu është edhe një si lumë që e kam bërë artificial, nuk është lumë diçka natyror, dhe më pëlqej peizazhi, më pëlqej ndërtesa dhe prandaj mora iniciativë ta vizatoj këtë pjesë. Jeta, ke shumë punime të bukura. Kjo e Këtu është një derë e thjeshtë, një ndërtesë apo çka të them. Atje më pëlqeu edhe po Jeta, më trego, a merresh me ndonjë aktivitet tjetër atje përveç studimeve? Okej. Derisa isha duke u marrë me gjuhën, kisha më tepër kohë të ndaj edhe për aktivitete tjera, edhe u njoftova me disa studentë tjerë shqiptarë dhe prandaj u kyqa edhe në asociacionin shqiptar atje, që është për studentët shqiptarë, edhe me ata kemi mjaft, domethënë, projekte që kemi bërë edhe që kemi në vijim për t'u realizuar, edhe kemi
kemi botuar po ashtu edhe një revist, skripta, do më thonë mirem atë dhe mirem një ashtu me letërsi, ku jam në shoqatën e shkrimtarëve dhe krijuesve shqiptar në Austri atje dhe më pëlqen letërsia, më pëlqen të shprehem, do më thonë, më herët nuk isha guximin të shprehem, do më thonë, dhe t'i tregoj gjërat e mia, por falë kësaj shoqate, të cilët më ofruan të jem antara aty në atë shoqatë dhe fillova edhe vetë t'i tregoj gjërat që une. Po jeta kjo shoqat që po e përmend, si funksionon? A ka një numër të madh të studentëve? A mireni shpesh me kësi aktivitete? Ka mjaft student shqiptar atje, nga Maqedonia të Shkupit nuk, ndoshta unë nuk njoh shumë, mirë, po nuk kam hasur të takoj dhe me thonë më tepër. Strugës, Gostivarit dhe Tetovës ka më tepër dhe të vendeve të Kosovës ka mjaft mirë. Po në përgjithësi në Austri, a ka student shumë të vendeve të jashtme, jo vetëm të Maqedonisë, po edhe të vendeve tjera? Të them drejtën, kam ngelur e habitur se ndër ligjeratat e para që kisha këtë semestër, një profesor e tha një shaka, do më thonë në ligjeratë dhe shumë pak disa zana dëgjum që e qeshën me atë shaka, për shkak se shumë pak vete kuptunat. Edhe arritim pas asaj ta kuptoj se mjaft për neve nuk e kuptum, do më thonë se ishte në gjuhë gjermane dhe se kuptum shakan edhe e boni pyetjen sa prej jush do më thonë janë tuj këtu, nuk janë vendas. Edhe në amfiteatrin, do më thonë që salla është mbi 800 do më thonë student, pat mjaft lëvizje, do më thonë u qu krejt salla. Edhe kur e boni pyetjen se kush është vendas, mushe me thonë se lirish mund është ti numrosh student, edhe ishte zdi për vetim veta e habitur se marrë, do më thonë si Maqedonia dikush, nuk janë krejt student këtu atje ishte shumë një numër i vogël. Po me qenë se është një vend i cili ofron kushte shumë të mira për arsim, normal që studentët do të kenë dëshirë të ndjekin mësimet atje. Po jeta me qenë se ti tani më tregove që atje përballohesh me sistemin atjeshëm të studimeve, më trego në çka shet rinia atje në krahasim me rinin këtu, a janë ata aktiv, a punojnë më shumë se rinia këtu, apo si? Ta sa kam hasur, do më thonë, sa kam mundur të njoftoj rinina atje të stuit, konkretisht disa rinia që rritet atje, të flasim për moral apo edhe për respektin, unë mendoj se rinia e jone kemi më tepër, si për ta respektuar të më shumë, si për të bërë këto gjëra. Mirë po, për aktivitete dhe gjëra të ndryshme, atje jepen më tepër mundësitë. Do të thonë ka çka të bëjë një fëmijë i vogël, një i rritur, një student, një plak, këto gjëra ka më tepër mundësi, do të thonë çka mund të bëjë një person atje. Edhe prandaj nuk muj unë ta fajsoj, do të thonë rinin këtu që jemi më pasiv në këto gjëra për shkak se nuk kanë edhe vetë me çka të mirën edhe çka të bëjnë. Po nuk do të kisha mund ta bëj një dallim të madh se për shemb ai që don e bën. Ka edhe atje dikush që nuk don edhe rrin veç para internetit, shkon në McDonald's, han bukë edhe trashën se kam hasa edhe nasi persona, po ka edhe njerëz sportiv që dojnë sportin si këtu si atje, që i dojnë aktivitetet ndryshme kulturore dhe gjëra, prandaj nuk mund ta bëj një dallim. Po jeta, do të thotë kjo që rinis këtu i mungon një hapësirë, i mungon një sistem i atjeshëm, paksa më aktiv? Po të thash e ceka dhe më herët për shkak se, do më thonë, vetë kushtet që i kemi këtu. Mirë po, nuk e di s'kisha mund t'i qka konkretisht me cekë. Po, a ke ndonjë gjë cila do t'a veçosh më tepër që të pëlqen më shumë atje? Them drejtën sistemi jetësor, të them ma konkretisht, do më thënë, si shkon jeta atje, do më thënë, janë gjanat më tepër në rend, e din se në sa ora ki me shku, kur qkojsh dikun nuk pret, po e ki, do më thënë, gjanat e caktume, edhe është një rend i jetës disi ma ndryshe, dhe prandaj ajo më pëlqen. Besoj se kisha mund të me thonë rendi i jetës. Jeta ti veç studion jashtë dhe e din më tashmë si është ajo eksperiencë, po a mendon se çdo student ja vlen që të shkoj jashtë ta përjetoj një eksperiencë të tillë? Ja vlen. Sipas meje çdo eksperiencë vlen, domethënë të përjetohet, edhe është mirë për çdo eksperiencë që e ka njeriu, përfiton diçka.
për studimet jashtë vendit, do të përballesh domethënë me eksperiencën e udhëtimit, do të përballesh me persona ndryshme, kultura ndryshme, gjana ndryshme, dhe kjo është mjaft njihesh edhe me një vend të ri që ka mjaft ndryshim me vendin ton, dhe është një eksperiencë mjaft e madhe që unë për veti kam përfitu shumë prej kësaj, edhe nëse një ditë ndoshta nuk duhet ta them këtë, po ndoshta unë duhet kthehem pa marrë parasysh për çfarë shkaqe, nuk do t'i kisha ra kur, domethënë, do t'isha kur pishman për këto gjana, për shkak se kam përfitim, si për gjuhën, si për gjanat që kam përfitu për kësaj eksperience. Jeta, disha të ndërlidhem të pyes, pasi ti mbarosh studimet, ta do të vazhdosh të veprosh atje, apo do të na kthesh këtu? Një pyetje që kam hasur pak si shpesh, nëse në të ardhmen domethënë nuk do të kthehem me diçka të mirë për popullin e për vendin tim këtu, me diçka të madhe, domethënë me ndonjë projekt apo gjana, ndoshta vetëm për jetesë nuk do të kthehesha. Do të thotë do të qëndroj atje. Mirë, po shpresoj se në të ardhmen do të ketë diçka që do të mund të bëj edhe për vendin edhe për popullin tim, pse jo. Natyrisht, neve na duan njerëzit si ti, vajzat si ti që janë ambicioze, punëtore, pse jo të kontribosh edhe në vendin tonë. Po Jeta, e ceke që keni bashkëpunime me studentët atje sa i përket aktiviteteve të ndryshme, a keni bashkëpunim të vazhdueshëm edhe sa i përket studimeve? A gjindeni me njëri tjetrin? Konkretisht shoqatën domethënë që e ceka më herët që jam të shoqata e studentëve, ka për qëllim rrjedhimin e studentëve shqiptar, për shkak se nuk njihemi mes vete dhe për një ndihmë sadopak të vogël është hapur shoqata, edhe studentët që kemi mjaft kontakt, domethënë që na shkruajnë nga Kosova, nga Maqedonia për informata, pa marrë parasysh që dëshirojnë të vinë andej. Edhe nuk është rrjedhimi vetëm në qytetin e Vjenës, po kemi pasur rast të njihemi edhe me studentët shqiptarë në Lencë, në Velsë, në Graz, edhe kjo është një përparësi shumë e madhe, për shkak se është mirë të njihemi mes vete dhe sado kudo t'ja zgatim dorën një anit tjetrit për çfarëdo lloj ndihme. Edhe shoqata e shkrimtarëve, domethënë, që e ceka edhe më herët, dhe atje kam mjaft, domethënë, mire me recitime dhe me shkrimet që si e ceka më herët, por nuk është çudi se ndoshta edhe do botoj ndonjë libër me poezi. Do të thotë Jeta shkruan në kohë të lirë atje? Në kohë të lirë. Tani që kam filluar me studime, s'kam pas shumë kohë të mire me këto gjana, mirë, po në kohën kur isha e lirë, mjaft i kushtoj ako. Shpresojmë të kemi edhe ndonjë libër nga ti, cili besoj që do të ketë çka të lexohet brenda atij libri. Faleminderit. Shpresoj edhe unë sjell diçka të mirë. Po Jeta, më intereson atje, si keni raportet me, do të thotë, vendasit, me studentët vendas, njëkohësisht edhe me profesorët? A tregojnë respekt për ju, konsiderat, a ju mirëpresin? Deri tani, domethënë me profesorët që kam pasur mundësinë të njihem, kanë qenë mjaft mikpritës edhe në sjellje mjaft me ngrohtësi na kanë prit, mirë, po sa i përket studentëve që janë me të vërtet vendas, domethënë nuk janë, domethënë, turq apo persona që kanë lindë atje, mirë, po kam hasur edhe të studentët tjerë që thonë se janë mjaft gjakftoft, bëjnë domethënë një projekt bashkë me ty edhe kur kryhet projekti thonë se nuk të njohin. Mirë, po nuk do me thonë se mund të përcaktojmë këtë se cili personalitet është ndryshe, po shoqëria jonë është më shoqërueshme, më socializuar, besoj. Po Jeta, ndonjë gjë e cila ti ceke diçka, disa rregulla, disa parimet atje, po a ka diçka cilën do ta kishte sjell prej atje në sistemin tonë të arsimit, a mendon që duhet bëhet ndonjë ndryshim këtu? Po si thash edhe më herët, nuk kam pasur vetëm mundësinë, domethënë, se për shkak se pris vitit parë vendosa të jem atje, nuk di sakt se si janë, domethënë, rendi i studimeve këtu, po nuk e di është, domethënë, saktësia atje që e kanë, seriozitetin atje që e kanë, domethënë, unë e kam një punim për ta bërë, edhe derisa nuk e çoj në kohë caktuar, që është dhënë data dhe ora e caktuar,
nëse nuk e hedhat në faqen e internetit ku i kemi studentat, atëherë duhet të marrë unë vetë përgjegjësinë për vete, duhet shkruaj profesorit, të jap një arsye mjaft të arsyeshme, domethënë për çka e kam bërë këtë. Edhe nuk e di gjanat, domethënë një seriozitet ma tepër edhe si nga ana e profesorëve, domethënë që kemi mjaft problem domethënë në Maqedoni, që hasin studentët tonë fatkeqësisht. Me profesorët mjaft probleme, atë nuk e kemi atje. Domethënë nuk është problemi i njëjtë. Po, që është vërtet një përparësi dhe një ndihmë natyrisht për ju. Natyrisht, për shkak se jemi tash mund të qëlloja dhe atje ndonjëri që nuk do ta kenë studentët lehtë, mirë, po në përgjithësi deri tash çka kam dëgjuar edhe për studentëve që janë edhe më herët edhe janë tani edhe në studimet master, mjaft kanë qenë korrekt profesorët. Po jeta ti, unë me sa e di në kohë të lirë miresh edhe me pikturim. Pikturën të më drejtën, më pëlqen domethënë të pikturoj. Këtë kemi më duket edhe si familje. Motra e ka qefar pashtu vizatimin. Tetja ime domethënë pikturon, është Afërdita Kiki. Edhe nuk e di, prej e vogël kam tregu mjaft një interesim për artin, si në shkollë fillore, si gjanat më janë marrë domethënë vizatimet edhe më janë tregua. Edhe këtu e kam një vizatim domethënë prej shkollës mesme, është vizatimi i parë që kam bë në shkollë të mesme, edhe profesori e mori këtë edhe në për klasat tjera domethënë e tregoj. Për mua nuk është domethënë në atë kohë domethënë më ka pëlqyer tepër, mirë po tash një kohë nuk e kam pasur, nuk e kam rujt mirë, edhe motra ma kishte gjetur, domethënë edhe e sjellja këtu. Kam edhe disa vizatime që janë bërë para se të shkoj unë domethënë në Vjenë. Nuk ka rëndësi. Edhe çka jam marrë domethënë ndonjëherë në kohë të lirë. Ndojmë në fokus të kamerave. Duken shumë bukur. Është kjo këtu që është në syrin e peshkut, domethënë pak një qytet. Këtu mund të them një sy apo diçka, ndonjë dragoj pushtetre. Shqiponj. Edhe kjo njëjtë, po kjo është bërë më herët se ajo. Kjo është një portret, domethënë që kam arritja bëj. Të më drejtën me portrete me fytyra kështu, gjana, kam filluar të bëj kur e bora një dhurat për një shok këtu, edhe pastaj ngjalla një interesim tjetër, domethënë se asnjëherë nuk kam dashur, gjithmonë kam urrejt vizatoj fytyra, mirë po nuk e di si do dhe edhe prap një herë si. Është mirë që të vangeli se i bën shumë bukur. Faleminderit shumë. Këtu duket si një vajzë që kanë kap halli i provimet. Kjo është një qytet domethënë prej lart, nuk është e përfunduar, se s'kam pasur kohë ta përfundoj mirë, po edhe kjo është prej domethënë shikimit syri i zogut, mirë për prej lart. Këtu kam disa punime, domethënë çka i sjella, ka qenë domethënë punimi i dytë pas asaj që e tregu më herët që kishim për t'i vizatu. Kemi pas ta bëjmë domethënë një projekt, cilin është dashta edhe ta bëjmë një model, edhe përderisa është bë modeli, domethënë kemi pas ta bëjmë edhe planin, një shitore domethënë për sport kemi pas ta projektojmë, edhe që është në 3 katë, domethënë, shitoria për sport, edhe që do të kishte mundësitë edhe dikush të jetojë natë. Ta gjitha pikturat janë të bukura, e me qenë se ne po afrojmë në fund të më vërtet u kënaqa shumë me ty. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë dhe të urojmë shumë suksese në aktivitetet e tua. Kënaqësia është e imja dhe faleminderit edhe njerë për ftesën dhe faleminderit shikuesve që na ndiqën deri tani.
Faleminderit, shpresoj qifemi sërish. Shpresoj qihemi edhe për aktivitetet tjera. Faleminderit. E shikues e nderuar, ja tu afruam edhe sot në fund të emisionit ton. Kjo ishte e tëra që edhe sot ne përgatitëm për ju. E uftoj që të qëndroni edhe më tej me programet të televizionit Shenja. E takojmë sërish nesër në të njëjtën termin. Deri nesër bashkë, mirupafshim.